Ja kom lonë emnat ish dashnorëve që kom pas. Leo, është Lola, është Tina, është edhe Gjigji. I marrën e qetë kër isho rrugës, i bi këtu, i rehabilitoj. Ma shumë hargjej për ta si për veti. Po të regën pak se që shpët shkën njeta, se falun pak më ronë të këqia, mirë po, ka dhe shumë të mira që... Po, shumë mira, ashtu, këtu natyra është shumë e mirë, jeta shkon mirë, këtu jetë e mirë, jetë e shëndetshme, jetoj, i kam 4 qenë, jetoj shumë mirë. Cilin e kima për qefe? Ky Leo është shumë i mirë se kom ardhë vogël, e kom ble gjatë epidemisë. Edhe ky tash është do me thonë ai i zoti shtëpis, këto rrin pak ma lazdran, por është i mirë. O thotë, kom pas ma shumë qenë, por kanë rrujet, se me thonë ka cofë, kanë gordë shkrim, se jenë shumë të mirë. I marrën e qetë kër isho rrugës, i bi këtu, i rehabilitoj, por si që keni po, ju, pe është, do me thonë, e stërmushme me qenë. Edhe ndina shumë keq kër vinë turista i shofin. Shto me pas mundësi i marrë dhe ma shumë. Po si që dim është ma shumë hargjej për ta si për veti. Qësha u ke lo në emrat? Kë ka Leo? Leo, është Lola, është Tina, është edhe Gjigji. Ja kom lo në emnat ish dashnorëve që kom pas. Për mi kujtu gjithmonë, a? Po, mi kujtu gjithmonë, se edhe një më rritë, da një marë, kom pas shoqe, kështu që ja kom nuk pak I ke marrë dhe me vetin Kosovë, veç me një mënyrë tjetër. Po, edhe ju kom shkru aty nëse emnat që shikanë. Qysh Ragun? Po, shumë mirë, Ragun falenderun shumë. Në fakt, danes njën që janë popull ma i kujdes shumë për kofsht. 35 vjetë jam rrit atje, veni mirë. Veni cili i kupton kofsht, i kupton natyrën, i kupton njerin, i kupton çdo gjë. Kjo ka ndiku dhe të te, se na tregove që përveç qanëve që i mban, kujdesesh edhe për plumbat që kalojnë këne janë të fshatit edhe vim pikërisht më ushqy këto. Këto plumbat janë pluma mali, përpara do më thonë ka pas banor shumë. E kanë shku nga për shpia, ju kanë qitë me hongër, tash do me thonë se nuk ka banor, edhe këta kanë gjithë venin tonë. Për para qetë, dhet, plumat, kuajt, dhit, e kanë gjithë harmoni kanë pasë këto. Firë me kofre, krejtë me një vend. Këto ka qenë bio, asë një si kom lidhë, këtë i kom pasë shumë. I kom marrë edhe kuajt të cilat kanë qenë, të cilat kanë qenë torturum, të rafën, kanë qenë këto. Kanë jenë, ja kom zgatë paketën. E kështu që... Që ke gjithë që gjuhën me thonë të përbashkët ose me të mirë kuptu edhe kofsht ka qëmë. Për shambull e poshtë që sa po i the qanit mulli o olke, i shkollu me i thonë me një mënyrë. Po, gjdo gjo që e kesh gjalles, dosh me fol fjallë tamle me ta. Dosh me fol fjallë të mira, me duku mirë. Asë gjë nuk fiton me dhunë. Kështu që këta i dushëm, me 2 fjallë mena me ta, sepse dërrinë paradere, mdojnë, marrujnë shpinë, e ndinë vetën mirë. Kështu edhe njerën, kur ti fosh fjallë, nësë është i agresiv, i busqesh pak, i fol pak a i zbutët. Na, do me thamë edhe kosha. E këta janë vëq familja jote. Familja ime, kështu që ndina mirë me ta, edhe këta veç që s'folin. Tjera, ca me kritikan. Po, gjitha. Edhe të kuptojnë ndjenjat, po thuj se ma mirë se njerëz. Tash po vazhdojmë pak edhe mrena. Po, që këtu isha duke qadrun, se këtu është dimri, ku jam une 5 muj dhe 6 muj. Kështu do të me pas drum, se drumët do me thonë janë shumë më rëndësi, për gatim, për gjithat. Gjatë verës i siguroni për dimër? Po, këqyre na një që urdzu, na një diçka, edhe i sigurojmë. Kështu që dimri janë shumë i vështirë, na do të tërshijat, na do milli, ma vaki, ka 3 muj dhe zdalë bejshë. Këtë gjafë vështirë 3 muj më nejtë, ma dojnë në qytet? Po, është krejt është si the për kafsh, qysh i dënë. Kër e dënë atë dheun, e dënë këtë ven, e menon se ata kush ka vujt, jenë vra, jenë bërgos, e dënë thët e dënë gjdo
plom tokës dhe çdo gur që kalon këtu. Ajo marr mas shumë ti, Për mos me lëshu këtë. pra mos me shumë. Në fakt është ora veç 1:15 minuta, edhe që shpesheni është mjegull. Kjo mas miri tregon se sa shumë zgjasin dimrat këto. Tash po vazhdojmë pak mrena, më na tregu pak më shumë për jetën personale, se çysh e braktisit Danimarkën, me luftu për Kosovën, mirë po edhe ma tutje se çysh po shkon jeta sot. Shkojmë bashkë.